Plas dhuna. Alba e tërheq zvar Bia Kalifan. Situata e rrezikshme eskalon në Big Brother VIP Kosova. Tensionet në Big Brother VIP Kosova 4 shpërthyen në një moment ekstremisht të sikletshëm sot, kur situata fizikisht eskaloi mes banorëve Alba dhe Bia Khalifa. Në një moment kulminant, Alba kreu një veprim të papranueshëm, duke tërhequr Bia Kalifan, e cila si pasojë u rrëzua për to. Ky incident shkaktoi panik në shtëpi. Me njëherë pas përplasjes, banorët e tjerë shprehën frikën se rregullat ishin thyer, duke bërtitur, hajde zar fizi, duke treguar që vëllai i madh mund të ndëshkojë ashpër Alben. Alba u detyrua të arsyetohej shpejt, duke deklaruar se tërheqja ishte pa dashje dhe se ajo nuk kishte dashur të provokonte një situatë të tillë. Mbetet për tu parë reagimi zyrtar i produksionit ndaj këtij akti fizik të dhunshëm.